bëra tatuazh nga gruaja 107 vjeçare, tatuazhistja më e vjetër në botë. Si fillim fluturova drejt Manilas, pastaj mora furgon dhe udhtova në veri për 12 orë. Në mëngjes arritëm, por jo ende. E shikonin këtë urën, pastaj kodrën për të shkuar sipër tek fshati në maj. Kështu që le të bëjmë gjitje edhe një orë tjetër. Dhe ja ku arritëm në fshatin e famshëm Buskalan, aty ku jeton një legjend, Apo Wang Od, 107 vjeçare, tatuazhistja më e vjetër në botë, e fundit e fisit të saj që bën tatuazhe me teknikën tradicionale Kalinga, me gjilpër bambuje dhe boj shymyri që futet thellë në mish. Dhimbja është 3 fish më e fortë se një tatuazh modern. Ktu po i thoja në gjuhën e vet, je e bukur dhe ajo më tha mbrapsht, jo je ti e bukur. Shikoni sa cool që është, ka dalë dhe në kopertinën e revistës Vogue. Tatuazhi im 3 pika, simboli i Apos, që do të thotë se tradita duhet të vazhdojë. I gjithë fshati sot jeton nga trashëgimia që mban gjallë Apo, tatuazhet e saj simbolizojnë kurajo, forcë dhe identitet, e njohur dhe nga UNESCO. Një fakt interesant është që Apo nuk është martuar kurrë dhe nuk ka pasur fëmijë. Vetëm tatuazhet e saj, historia dhe pasioni që jeton në çdo brez. Ndërkohë bashkë shihemi sërish në episodet e radhës.